ndërprerja me të vërtet ishte shumë e shkurt, tani do të kalojmë pak në rajon dhe do të flasim për lajmin e fundit, ku 3 zyrtar të lartë të koalicionit shqiptar vlen në Maqedoninë e Veriut janë ndaluar për rreth 1 orë në pikën kufitare me Shqipërinë pa marrë asnjë shpjegim zyrtar sipas këtij subjekti politik. Sa lidhet të themi kështu ndalesa e tyre në pikën kufitare me pjesëmarrjen e tyre në protestë në Shqipëri, apo cili ka qenë problemi, do e kuptojmë përmes një lidhje direkte me kolegun tim gazetar, Besjan Leka. Besjan, përshëndetje. Përshëndetje për ju dhe shikuesit e televizionit të shtatë. Faleminderit shumë. Cilat janë informacionet e fundit sa i përket 3 zyrtarëve të koalicionit vlen që janë ndaluar në pikën kufitare? Faktikisht, sipas informacioneve, pra dhe nga vetë deklarimet e tyre, nuk bëhet fjalë se ata kanë pasur ndalesë, por pra sipas asaj që kanë deklaruar, me sot do të kemi një problem në apo më dëgjoni? Po dëgjojmë shumë mirë, Besjan. Po më kthehet zoni, kam një problem dhe se mund të regjia ta rregullon që vazhdo të staj. Po, nuk e di, nëse të vjen më lehtë Belian, ndoshta ta largosh dëgjuesën. Mirë jemi tani, nga regjia po thonë që mirë jemi, po dëgjojmë. Atëherë pra të 3 funksionarët, 2 deputet, njëri koordinator i grupit parlamentar dhe një sekretar i qeverisë, dje u është lutur që të presin për rreth 1 orë, dhe më pas një nga shoqëruesit e tyre është thënë se ka ndalesë për të futur në Shqipëri. Pas shka të 3 këto kanë vendosur që të kthehen, por megjithatë sipas informacioneve jo zyrtare, ka dhe rreth 60 persona të tjerë të koalicionit vlen, të cilët kanë ndalesë për të futur në Shqipëri. Informacionet e para jo zyrtare janë se bëhet fjalë për pjesëmarrje në protestën e Shqipërisë. Megjithatë, gjatë gjithë kohës po dalin edhe teori të tjera, të cilët thonë se mund të ketë edhe implikime tjera pra me shtetet e lindjes së mesme. Megjithatë, gjitha këto janë jo zyrtare, deri në një vendim final nga ana e shtetit të Shqipërisë, pra pritet që del shteti i Shqipërisë me një vendim dhe me një deklaratë se për çfarë faktikisht janë ndalur këto funksionar të shqiptar të Maqedonisë së Veriut. Pra është herë e parë që ndodh që një funksionar i Maqedonisë së Veriut të ndalet në kufi në Shqipëri. Po shfrytëzohet mjaft mirë nga partitë opozitare këtu te ne, kjo si pra për politika ditore, ndërkaq që nga koalicioni vlen, mediat sot kanë raportuar se kanë kërkuar një shpjegim të detajuar nga ana e shtetit shqiptar, në të kundërtën thonë që do të organizojnë një protestë në Shkup, pra sepse të ndodhe kjo funksionarëve të tyre. Qartë, mirë. Besjan, falenderoj shumë për informacionet, që e sqaruat pak a shumë edhe atë se çfarë realisht ka ndodhur. Faleminderit shumë. Merci. Ndërkohë, për të njëjtën tema, do të kemi edhe një inkuadrim tjetër, bashkë me neve do të jetë edhe zotri Bashkim Selmanaj, profesor, zotri Selmanaj, nëse po na dëgjon, faleminderit për inkuadrimin. Faleminderit dhe juve për ftesën, nëse është jona dhe e përbashkët për çështjet të cilët shpeshherë përballemi ne shqiptarët në hapësirat tona. Çka mund të themi për këtë rast, zotri Selmanaja? 3 zyrtar të koalicionit shqiptar vlen në Maqedoninë e Veriut të ndalen në pikën kufitare në Shqipëri dhe mbahen aty për disa orë. Siç e tha edhe gazetari, arsyet nuk janë shumë të qarta, tani pse ka pas reagime dhe është kërkuar edhe një sqarim. Si shihni ju këtë situatë të krijuar? Unë nuk do të jap ndonjë gjykim pa u bërë publike fakte dhe arsye zyrtare të ndalimit. Nëse ka pasur bazë ligjore, ajo duhet të prezantohet, nëse nuk ka pasur, atëherë institucionet duhet të japin llogari për çështje të tilla. Nuk duhet të lejojmë që një rast i veçantë të shndrohet në paragjykimin ndaj shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, sepse shpeshherë ndodh që kontributet e dhëna në hapësirat tona, duhet kemi qëndrime zyrtare shtetërore, dhe nuk duhet të ngatrojmë individet ose emocionet historike, emocionale dhe shpirtërore për arsye se krijohet përçarje. Pa pasur një qëndrim zyrtar nga autoritetet e caktuara, ne mundëm vetëm të themi se çdo arsye
dhe pse ndodhin shkaqet. Unë nuk kërkoj fajtor, por gjithmonë jam studiuar si shkaqeve të fajësisë. Është fakt se kombi shqiptar aktualisht është i trunditur në gjitha sferat e mundshme dhe ato sferat e katërkëndshit gjithmonë i ka goditur shqiptarët, siç është Atina, Shkupi, Beogradi, Moska, po mund të themi dhe Ankaraja zyrtare, që gjithmonë në hapësirat tona kemi raste të këtilla që shpesh herë edhe ne shqiptarët me ose pa dashje i ndihmojmë këto shërbime, sepse shumë pak kemi informacione se si duhet të mbrahemi dhe të luftojmë derimet në përgjithësi. Mirë po kjo për çështjet e sigurisë më tepër ka të bëjë me politikën diskrecionale shtetërore të shërbimeve të cilët ndoshta mund të kenë apo jo të dhëna të cilat kërcënojnë apo rrezikojnë sigurinë e një shteti të caktuar, por e gjithë kjo duhet të bëhet në mënyrë transparente që mos i ngatrojmë individet me politikën zyrtare të shteteve fqinje, kur dihet se ne të gjitha këto shtetet jemi një kombë dhe shpeshherë i pranojmë me emocione, por jo mbas fakteve dhe argumenteve praktike. Po, por e thatë edhe ju, që nuk dëshironi të lëshoni në deklarata derisa të kemi një njoftim zyrtar, sepse kanë ndodhur ndalesa, por në qoftë se kjo lidhet me se çfarë është raportuar, nëse të njëjtit kanë marrë pjesë të njëjtit zyrtar në këto organizimet e protestës në Shqipëri, a do duhet sërish që të ndodhte një ndalesë e tillë në kufi? Në joni shtetet kanë të drejtë ekskluzive, ati ku ata politika e sigurisë shtetërore e detekton si pasojë e interesit ose kërcënimit të asaj politike shtetërore, ndalesat individuale të individëve të caktuar mos t'i bëjmë publik. Unë e marr vetëm rastin tim konkret, kur organizohen protestat në Prishtinë, isha në përkrajt të studentëve. Edhe unë pata ndalesë, por nuk e bëra publike, sepse shtetet kanë të drejtën e verifikimit në kufit të caktuar, dhe ato kushohen, nuk duhet të japin deklarasa, të sqarohen dhe këtë janë arsyet. Unë nuk dua që intereset ose çështjet individuale, grupore apo partijake të japim qëndrimeve zyrtare shtetërore, pasi që detyrimet nga momenti që kemi ndalimet të këtilla, shtetet në aspektin diplomatik dhe politik, por edhe ndërfshinësor, janë të detyruara që të japin shërbimet ose detyrën zyrtare për të informuar opinionin e gjerë publik, sepse është detyrim elementar dhe kushtetues, por më tepër kur kemi të bëjmë me elementet e shtetasve të huaj. E qartë. Mirë, zoti Selmanaj, ne ju falenderojmë shumë për këtë inkuadrim sot dhe ju përshëndesim nga Studio Kosova Live. Mbetjen të respektuar dhe falënderimi për interesin tuaj kombëtar që gjithmonë jeni aty ku është interesi i unitetit bashkimit, por jo dhe i përçarjes ose kanale të tjera. Patjetër, prandaj dëshiruam që ta sqarojmë edhe këtë pjesë, ju përshëndesim edhe një herë. Ndërkohë shikues të nderuar